Komuna e Prizrenit dhe Policia Rajonale kanë lansuar projektin për monitorim 24 orë të lëvizjeve në qytetin e Prizrenit. Kamerat e sigurisë në fillim janë vendosur në zonën historike, ndërsa më vonë ato do të vendosen në çdo pikë kyçe të qytetit dhe në fshatra. Ky projekt i përbashkët i Komunës së Prizrenit dhe Policisë ka për qëllim mbajtjen nën kontroll të qetësisë publike në çdo kohë. Ku lidhur me këtë, togeri i Policisë Rajonale Shaqir Bityqi pohon se këto kamera kanë rol shumë pozitiv në ruajtjen e sigurisë. Kamerat e sigurisë janë pjesë e organizimit që policia ka bën me qëllim në së bashku me komunën dhe institucione tjera me qëllim që të ngritet siguria. Këto ndikojnë shumë në siguri, por edhe në parandalim. Çdo herë kur ndodh një incident diçka, ne na ofron shumë kamerë sigurisë, na ofrojnë shumë informacione për ngjarje dhe na ofrojnë dëshmi, por ato janë aty edhe për parandalim. Ky monitorim na ndihmon në parandalimin e veprave penale për shkak se policët nga këto mund të shohin shumë lëvizje të qytetarëve dhe lëvizje të dyshimta dhe munden me kohë të ndërhyjnë patrullat policore. Kjo na ndihmon përveç në parandalim edhe në zbulimin e veprave penale, pasi që të njëjtat video inqizime gjatë 24 orëve në përpika mund t'i përdorim si dëshmi apo provë, tha Shaqir Bityqi, zëdhënës i Policisë Rajonale në Prizren.